Autori I librit, që së dhe kemi promovim, me bashkëqyrës e ti nga Shkodra. I nderuari Zoti Jusuf Buxholli, referues në këtë takim. Të nderuar pranishëm. Në mbikëqyrjen e Kuvendit Komunal Gjësisht Komunës së Gjakovës, Shoqata Intelektuale Jakova ka organizuar këtë takim, në të cilin do të bëjmë promovimin e librit të autorit të mirënjohur të kësaj lanie, që nuk është e para në tek radhë, ka edhe punimet e tjera, me autorin jemi të njohur e kemi pas edhe një herë tjetër para nesh, kur kemi ba një farësoj të themi promovimit tjetër, kur e kishim jemi mundu që kemi bashkëpunim jo vetëm me Shkodrën, por dhe me lisët tjera, këtë kemi realizuar në disa tentimet tona, prandaj edhe kjo hënë në vartë në këne programeve tona, dëshirave tona, që sa më tepër jemi në kontakt njëri me tjetrin, veçanti punëtorët e Brendës së Meles të Shqipërisë dhe të Kosovës. Tani autor Zoti Lasi dhe të nderuar kolegë, ka kënaqësinë e veçantë që sot të marr pjesë në promovimin e një nga librat më të rëndësishëm që e votu kohë të fundit rreth historisë dhe antikitetit. Po të theksoj këto, se është libri më i rëndësishëm. 372. Ata që do ta kenë këtë libër, ndoshta në shkesë ta shënojnë këtë paqe dhe këtë numër. Pse? Sepse në pasën 372 në vërtet është esenca krejt punimit, esenca krejt përkushtimit dhe esenca 372 të kapitulli Om Pagës, autori ose jashtë. Raportet mes Kënaqësisë dhe Toskënishës janë raporte midis nan dhe bi. Objektivisht. Tel se është fjala për një koncept në cilin përmbyset dhe shkenca e këtu ka të rëgën nivelin e pa përgjësisë ose nivelin e një destruktiviteti në cilin një tjetër në konjunkturat politike. Sepse them se kjo është raport fundamental. Etnisht, sepse krahas gjuhës e kemi edhe etni. Dhe këtu prapë po kthehemi tek Gëgnishta dhe prapë tek Toskënishtia. Do thotë Gëgnishta si flitet sot të 2/3 të shqiptarëve dhe paraqet pikërisht edhe në aspektin gjeofizik kur shikohet për kufizimin që në një farë mënyrë lidhet edhe me atë që kemi për autorët antik kur përshkruajnë me bazë të Dardanet, konfigurimin e tyre në ato rrethana 2000-3000 vjeçare që njeh historia. Dhe prapë po kthehemi tek kjo çështje. Autori me një kuzim të madh vjen te përfundimi se relacioni vetëm dije dhe nuk lëm të. Aty po thuaj shka kufi të rejtë politika, sa të që ka shërushë dhe ata, po pavarësisht. Edhe kjo të rëgën atë se këtu që rëgën këtë. Merita e Zotit Lasi është se ka të rëgu në përmes autorëve antik, në përmes autorëve botnor, se ky është ai fundamenti që i ndan sot dy teori. I nderuar Zoti Buxholli, nderuar zonja Zotrin. Jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar që ndjem këtë rasti të flas në Gjakov në njërën prej zemrave të Dardane. Libri studimi Tanagra Historia e Agendit dhe Gjus është dhe aty në çdo version të arsyes normale duhet ishte Dardanet Historia e Agendit dhe Gjus. Por duke qenë se ne jemi anormal, unë e quajta Tanagra Historia e Agendit dhe Gjus. Pse? Nuk e quajta me genin që është Dardanet, por e quajta me gjuhën e tij. Sepse gjykoj se sot më rrezikuar se geni Dardan, të cilët mirë apo keq, po ndërtojnë shtetin e tyre, vujtje me dhimbje, me kudiun, me toleranca të pamerituar, kurse ajo
që unë e shoh të rrezikume është gjua tyre. Cila është kjo? Besoj se më poshtë do kem rast të shpjegoj këtë shkurtimisht. Janë gjetë me cindra terrakota, të cilat janë Tanagra. Dhe këtë toponim përmendet për herë parë nga Herodoti, para 500 vjet para Krishtit. Toponimi është 2500 vjeçar. Dhe këtë toponim, thonë ata, është në dialektin eolik, pra në gjuhën e Dardan. E thonë mërësh në gënjishtet tonë që e na sot tu. Se vetëm na i thojmë Tanagra, si e thotë kërkush tjetër. Zoti Buxhovi, ta kam dhuru librin Tanagra, tash po ju jap edhe një prej grave të Tanagra. Ajo është riprodhim i njerëz prej terrakotave, shumë plashta janë pjesë e muzeve të koleksioneve të Louvrit, të Berlinit, të muzeut britanik e tjerë. Është një riprodhim i njerëz nga gratë e Tanagra.